Selamu alaikum, të nderuar shikues, mirë se vini në emisionin Muhabet Qarshis. Sot bashkë me ne kemi Hoxhën Efendiun Abdusamer Zeqirin, Hoxh, imam dhe hatib i xhamisë qendrore të Mustafa Pashës, i cili në njëjtën kohë do të bashkëbisedon me ne rreth dy termeve mjaft të bukura dhe mjaft të rëndësishme, rreth termit të esnafit dhe termit të efendiut. Hoxh, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm, faleminderit. Kënaqësia është e imja. Faleminderit edhe ju për përgjigjen e ftesës pozitive. Faleminderit. Kemi kënaqësi që sot që kemi bashkërisht një lloj bashkëbisedë të lirë edhe të bukur. Duke pasur parasysh se të njëjtën kohë jeni edhe imam, edhe hoxh, edhe prijes fetar me një përvojë tepër të bukur, veçanërisht në Qarshinë e Shkupit, në xhaminë e Mustafa Pashës, e cila është xhami e snafëve, xhami e vizitorëve ndryshëm. Patëm dëshirë që të njëjtën kohë të na përcjellni edhe përvojën tuaj, edhe misionare si hoxh, po të njëjtën kohë edhe pozitën tuaj si orientues i shoqërisë se snaf në Qarshinë e Shkupit. Duke kisha dashur vetëm ta startoj me një pyetje, kush është esnafi? Fillimisht në emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, ju dëshiroj suksese në iniciativën e këtyre emisioneve të bukura. Do të kisha thënë shpirtërore, për arsye se sa isha i informuar apo sa u informova, titulli i këtyre emisioneve do të jetë Muhabete Qarshie. Për arsye se Qarshien ne kemi edhe si, do të kisha thënë, institucion në veti, Shkupi jon si qytet kryesor, domethënë edhe gjatë historisë, gjatë shekujve, për edhe tash, Qarshia është ai qyteti i vogël në qytet, apo pasqyra e krejt qytetit të Shkupit është Qarshia. Dhe për mua është privilegj që të jem shërbetor apo hizmetjar, që i themi ne, në xhaminë kryesore apo qendrore në Republikën e Maqedonisë, xhamia e Mustafa Pashës, e cila mund të them rri si një usta, nëse përdorim atë zhargonin e esnafit të Qarshisë, rri si një usta mbi krejt Qarshien apo dyqanet e Qarshisë, dhe është si një pompë apo si ajo zemra në organizmin e njeriut, e cila pompon gjak në tër organet e trupit të njeriut dhe ato nuk kalben. Por atë arsye dhe xhamiat kanë pas këtë rol në formimin e qarshiave, se historia na tregon dhe kemi mësuar se arkitektura osmane, kur ka vendos që të ndërton një xhami me një vend, për rreth xhamisë ka bërë edhe qarshi. Domthonë aspektin ekonomik edhe tregtinë që është zhvilluar në atë qytete. Posaçërisht në Shkup, në fjalën si esnaf është një fjalë shumë e madhe dhe shumë domethënëse, krahas asaj aspektit institucional, se esnafi ka qenë si një shtet të vogël, domethënë esnafi domethënë ka marrë dhe ka pas edhe aspektin moral, edhe aspektin e kritereve, domethënë apo ligjeve, thojza dhe rregullave, të disa normave të karakterit të besimtarit musliman, apo të karakterit të njeriut në përgjithësi, vlerat të larta morale. Dhe për atë arsye esnafi gjenerat pas gjenerat, apo shekull pas shekull, vite pas vite, edhe në ditët e sotit ka ndikimin e vet dhe ka epitetin e vet të lartë, që është shumë dobiprurës në zhvillimin e jetës apo në kalimin e jetës në këto vende. Posaçërisht Qarshia e Shkupit ka luajt dhe esnafi i Shkupit, jo vetëm si korporat apo si shoqat e zejtarëve dhe ustallarëve të ndryshëm, por esnafi ka qenë si një botkuptim në vete për një elit, se esnaf, nëse i kthemi gjuhës arabe, është shumë si i fjalës sinf. Sinf do të thotë lloj, klas apo kategori njerëzish. Domethënë esnafi i Qarshisë është një kategori e zgjedhur, shumë e zgjedhur e njerëzive, të cilët kanë pas autoritet, kanë pas renome, kanë pas që t'japin edhe vlera në shoqëri dhe kanë qenë ajo lokomotiva e krejt antarëve tjerë të shoqërisë dhe kanë qenë shëmbulltyra e qytetit apo shëmbulltyra e Qarshisë. Pra esnaf është një elit, mund të themi, edhe sot Qarshia e Shkupit a ka esnaf? Ka, besojmë që ka, bo që nuk kemi atë
shpirtin e çarshis së vjetër të esnafëve, të cilët kanë pas shumë role, domethënë roli i tyre ka qenë shumë dimensional, ne sot bëhet që ato role apo ato dimensione pak a shumë janë shkëputur, por mundohemi që fundit edhe nëpërmjet këtyre muhabeteve të çarshis ti ngjallmi apo ti ringjallim atë shpirt të esnafit të çarshis. Duke pasur parasysh se jo vetëm që jeni imam i një xhamis qendrore në nivel republikan, po më saktësisht edhe në çarshinë e Shkupit, ju të njëjtën kohë jeni edhe një fëmijë i çarshis që jeni rritur nëpër rrugët e çarshis, nëpër duart e esnafit. Si e vlerësoni esnafin e mëhershëm dhe esnafin e sodit? Po, vlerat a janë përcjellur, do të thotë po të njëjtat vlerat të arta të esnafllukut të mëhershëm, a i gëzon edhe esnafi i sodit në këtë kohë të cilën ne po jetojmë, duke ditur se çarshia është një institucion në vete i edukimit edhe vlerave të larta shoqërore, morale. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet, unë përafërsisht domethënë kur kam shkuar në medresen e Isabeut, viti i parë ka qenë viti 1988. Edhe di atëherë me autobusin numër 11, të shkojmë deri në fshatin Kondov në medrese, dilshmi më herët, edhe domethënë çarshia e Shkupit, nëse fillojmë me orarin e punës, hapej në ora 7:00. Që pastaj me kalimin e viteve apo edhe ditëve të sodit nuk e kemi këtë pasqyrë. Sot edhe zgjimi apo hapja dhe fillimi i jetesës se të dyqaneve në çarshi është shumë vonë, që nuk është për t'u lavdruar, për arsye se punët e hershme e dini që edhe në fe kanë bereqetin e vet. Edhe unë e maj mend se prej vitit 1988 çarshia e Shkupit u hapte domethënë në ora 7. Esnafi i çarshies çdo njeri me tjetrin domethënë kishte një harmoni të hatashme, një dashuri, një respekt reciprok, një edukat edhe në atë hierarhinë e çarshisë. Për arsye se e dini se në çarshi për shembull si qendër dhe vatër, jo vetëm ekonomike, por edhe kulturore, fëmijët tanë, domethënë shkojshin nëpërmes një procedure apo hierarhisë, nëse ka dëshiruar fëmia jon që të shkon apo babi e ka çu në çarshi të punon, atëherë filloi ke prej qirak të punon një herë, pastaj mirë ke titullin kalf, pastaj kalf domethënë si ndihmës i mjeshtrit apo i ustajt, dhe pastaj usta. Dhe usta kur u bëjke djaloshi jon, domethënë ai atëherë u bëjke prej esnafit të çarshis, u bëjke një ceremoni publike dhe ju jepke titulli usta, dhe ai domethënë kishte të drejtë të hapte dyqanin e vet i pamvarur, të jetë edhe ai një prej esnafeve të çarshis. Po këtë kjo hierarhi sa ka qenë e koncentruar domethënë në dhënien e zanatit apo zejes që ka shku djaloshi për me marr, më shumti është e spikatur terbia apo edukata e atij fëmijës, edukata e qirakut. Dhe kjo jo vetëm nga ana e besimtare musliman, është për të potencuar. Unë ku mbri në çarshinë e vjetër edhe sot kemi edhe të konfesioneve tjera, domethënë ortodoks apo katolik, besimeve tjera, por krejt ata kanë qenë unik, se krejt ata janë interesuar për fëmijët apo për qirakin e kojshis apo fqiu. Edhe nëse qiraki ka qenë domethënë i fesë tjetër apo ka qenë musliman. Unë nuk e harroj një rast, një usta, një prej esnafit të çarshis, një ditë tha, po gjithë kur erdha te dyqani tha qiraki tha çajke. I thash pse qan? Tha komshiu tha më ka rënë shuplak. Komshiu tha jahudi, i fesë tjetër. Tha pse, çka ka ndodhur? Ai tha nuk foli mo hiç, dule e pyeta tha komshiu. Pse i kira një shuplak domethënë qirakit tem? Tha komshi, të lutem, edhe njerë mos ta ndëgjoj tha ke qirakin tan ka përdor një fjalë të ndytë. Është shah, për shembull që i themi ne. Edhe ustau muslimani thot shumë faleminderit këtij të fesë tjetër, komshius vet, që ti je kujdesur për edukimin dhe tërbijen e qirakit. Kjo ka qenë shkolla e edukimit. Domethënë krahas zejes apo zanatit që e ka marrë qiraku, ai ka sos një fakultet, nëse mund të themi me gjuhën e sotit, të pedagogjisë në çarshinë e vjetër. Që sot parafërsisht nuk e di nga kanë humbur këto vlera apo më shumë ti fëmijët tanë janë të preokupuar aspektin material, sa do të më pagush, sa do ta kem haftallëkin përpara një javë, pas javorën, apo e kështu me radhë, se sa që t'i japim një edukat se si ta pret klientin, mushterin,
Mushterin çdo herë kur e kanë prit domethënë me fjalë më të ëmbla. Domethënë krahas asaj që është bërë tregtia, ka qenë edhe edukimi në nivel në nivelin më të lartë, për arsye se mund t'i themi lirisht që Çarshia e Shkupit ka qenë medreseja e dytë prej asaj familjare, medreseja e parë, shkolla e parë është ajo e familjes, pastaj është edhe Çarshia normalisht edhe shkolla, por në Çarshi ke pas lloj-llojshmërinë e ngjyrave të njerëzve, karaktereve të njerëzve, turistave, domethënë ziaretçive që kanë ardhur prej krejt botës. Çarshia e Shkupit, sa për informim, sigurisht e din shumica e atyre gjeneratave më të vjetra, ka qenë Çarshia me gjeografikisht më e madhja në Jugosllavinë e vjetër, domethënë në shtetin e Jugosllavisë. Dhe krejt zejet apo zanatet apo produktet, prodhimi që ka dalë për Çarshisë vjetër të Shkupit është transportuar apo është eksportuar nëpër republikat apo shtetet e Jugosllavisë së atëhershme. Ka qenë lulëzimi më i madh në atë kohë, edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin e edukimit, për arsye se edukimi pak a shumë sikur na është zbej në këtë kohën tonë dinamike të teknologjisë, të inteligjencës artificiale, kështu me radhë, sikur njeriu fëmijën apo babi, fëmijën apo mësuesi apo ustai qirakin e vet, disi është duke u larguar nga dora dhe nuk po transferohet apo nuk po transmetohet ajo edukate vjetër për të cilën shpirtërorja dhe prej gjeneratës në gjenerat që mos ta humbim krejt dhe qiriu apo drita e Çarshisë mos shukët asnjëherë. Është mjaft interesante ajo cilët e përmendën se ata cilët kanë qenë esnaf dhe kanë qenë përgatitje për esnafët e ri, e kanë pasur edhe një lloj brenge nga sa ai cili është në përgatitje e sipër për ta marrë titullin esnaf, në të ardhmen e afër do ta përfaqëson identitetin e vendit, identitetin e popullit, Çarshisë në përgjithësi, e Çarshisë në përgjithësi. Edhe uroj që edhe në kohën tonë mos jetë e zbehur kjo pjesë, nga se është një vlerë tepër e lartë shoqërore që ne me patjetër duhet ta kultivojmë, ajo na përfaqëson neve edhe si komp, edhe si fe, edhe si shoqërinë në përgjithësi. Është shumë interesante në të kaluarën, domethënë çështja e esnafit, kush ka merituar ta merr epitetin apo titullin esnaf. Esnaf patjetër ka pas disa cilësi që janë ti plotësoj dhe ti meritoj ato, domethënë esnafi asnjëherë nuk ka gënjur, nuk ka rrejt. Esnafi ka qenë njëri i besës. Më besnik. Në atë kohë shumë herë tash kemi noterin dhe kontratën që ta bësh shit blerjes, në atë kohë për shembull esnafi nëse ka dhënë fjalën apo ta ka dhënë dorën, ka qenë me peshë. Edhe ajo ka qenë e përfunduar ajo tregti. Domethënë, kjo një e dyta në peshoret e argjentarëve apo zeve të ndryshme, esnafi ka qenë turp të vjedh. Po edhe nëse është 1 gram ajo. Domethënë është turpi i turpeve më të mëdha që mushteriun apo klientin ta mashtrosh në kantar apo në atë terezin e matjeve. Esnafi po ashtu ka qenë një njeri i cili nuk ka qenë koprac, nuk ka menduar vetëm për fitimin e vet, por ka qenë shumë altruist dhe ka qenë shumë bujar, shumë gjymert. Për arsye se ai nuk ka menduar vetëm për xhepin e vet. Ai ka menduar për kujshit, ka menduar për jetimat e lagjes, ka menduar për studentët, talebët që kanë mësuar nëpër mektepe, se Çarshia e Shkupit nuk është vetëm me dyqane dhe kafene që e kemi shndruar ne tani. Por Çarshia e Shkupit para se gjithash është me xhami, ka qenë edhe në atë kohë, edhe tash i kemi si muzej, hane, kapanhane, medrese, mektepe që fëmijët tanë kanë mësuar krahas alfabetit arab apo elifbajës që themi për të mësuar leximin e Kuranit, kanë mësuar terbijen islame, kanë mësuar shpirtin e islamit, kanë mësuar sjelljen me njerëzit në Çarshi, në rrugë, sjelljen me moshuarin, sjelljen me akranin tan, sjelljen me më të vegjëlit e kështu me radhë. Për atë arsye ta fitosh titullin esnaf ka qenë punë e madhe. Plus asaj, unë sa kam të njohur prej gojdhënave, po edhe në histori është e shënuar se esnafi i Çarshisë ka pas edhe një arkën e Çarshisë, një kac, ti themi sot, të Çarshisë, që çdo esnaf i Çarshisë që ka pas dyqan,
domethënë në muaj kalon një participimi për çfarë arsye? Për arsye se nëse komshiut apo ndonjërit prej esnafëve sëmuhet, vdes, i kallët i ndezet dyqani, i ndezet edhe krejt malli që e ka pas në dyqan, ata esnafi i Çarshis prej arkës që i kanë mbledh, që kanë kursyer, kanë shkuar, kanë mirëmbajt familjen e tij, apo e kanë ushqyer familjen e tij, apo ja kanë ndërtuar edhe një herë dyqanin, dhe ata është shumë mirë të potencohet, më vjen keq si një fenomen që e shoh ditëve të sotit, inshallah unë jam gabim, por kanë pas konkurrencë të ndershme. Sot kemi një konkurrencë të egër midis njerëzve apo punëtorëve që punojnë në Çarshi, të fitoj vetëm unë. Kemi llojshmërinë e çmimeve. Atëherë esnafi i Çarshis ka ndërhyrë edhe në çmimet. Çmimi duhet të jetë një konkurrenca duhet të jetë e ndershme. Edhe secili e ka rrezikun e vet apo furnizimin e vet. Fundit ne atë kemi të garantuar nga Zoti, por duhet ta japmi mundin, se Zoti paguan përpjekjen, mundin, jo rezultatet. Edhe është një kjo bote e materjes, disi njerëzit, jo e atë unë se unë e jap më lirë, apo më shko të ajë se është më shtrejt, dhe këto janë këtë vlezër dhe krejt njerëz të një umeti, të një kombi, të një feje, të një shoqërie. Është një konkurrencë e pandershme. Me dhona, në atë kodë, me dhona esnafi, këtë këto cilësi, këto sifate i ka pas që ka gëzuar një autoritet, një privilegj të veçantë në shoqërinë e Shkupit apo konkretisht në Çarshi. Hoxha Efendi, për një arsye u ndala vetëm te pjesa e esnafit, duke pasur parasysh se vazhdimisht jeni në rrjedha edhe në përditshmëri edhe me esnafët e Çarshis, vetëm se dëshirova që ti përcjellë disa vlera të larta morale, shoqërore që ka pasur, po edhe gëzon esnafi. Ajo cila ishte më e bukur është se me të vërtetë esnafi ka qenë një institucion, një shkollë në vete që ka përcjell edebiyate, ka përcjell terbije, ka përcjell ahlak, ka përcjell. Dhe esnafi ka qenë i lidhur edhe shumë me hoxhallarët, të themi kështu. Në atë pjesë vetëm desha të dal, duke pas parasysh se është një shprehje shumë e bukur Imam Malikut, mos gabofsha, thotë prej 20 vitesh rrugtimin tim gjatë dijes, 18 vite kam marrur edep, terbije, edukat, ndërsa vetëm 2 vitet e fundit jam ushqyer me dituri. Do thotë sa madhështore është procesi i ndërtimit një shoqërisë, kur ndërtohet prej esnafëve apo prej njerëzve të cilët e gdhendin shoqërinë me vlera të larta morale shoqërore, por pastaj ja jep një lloj fokusi në ngritjen intelektuale. Sikurse na duhet ta bëjmë një lloj shoqitje mes të kapurit të dijes, pastaj edebit, dhe të kapurit edebit e pastaj dijes. Pse desha ta lidh me këtë kontekst? Ka qenë një lloj lidhshmëri dhe është edhe ende një lloj lidhshmërie mes esnafit dhe efendiut. Unë kam parasysh se ju jeni rritur edhe në për duart të hoxhallarëve shumë të vjetër si Idris Efendiu, Bedri Efendiu edhe hoxhallar të tjerë. Kisha dashur vetëm disa margaritar të artë të hoxhallarëve të vjetër ose të hoxhës tënd Idris Efendiut, ti përcjellesh nga përvoja yte, edhe të na përcjellësh se kush është Efendiu. Patjetër, hoxhallarët e mëparshëm, domethënë kur ne kemi qenë si fëmijë apo kemi qenë si talebe, si nxënës, në për shtëpitë e tyre apo në mektepin e xhamisë së Allaxhës, ku hoxha i nderuar rahmetliu, hoxha im Afës Idris Efendiu, ka qenë edhe me vazife për mbi 40 vite apo 40 vite në shërbim të asaj shtëpie të Allahu xhaleshanu. Ne jemi rritë edhe ndonjëherë boqe dhe kemi bujt, i themi ne kemi fjetur, domethënë në mektepin e hoxhës. Se me të vërtet mektepi i hoxhës ka qenë një universitet në vete, krahas asaj që hoxha mësonte dhe nxirrte hafiza të dalluar, sot që i kemi ende gjallë në mesin ton, krahas asaj ishte edhe një fakultet pedagogjik për terbije. Jo vetëm fjalët e hoxhës, unë sa mbaj mend, domethënë edhe si fëmijë, edhe të shtëpia e hoxhës, por edhe në mektep, hoxha neve na edukonte edhe vetëm me shiqim ndonjëherë. Pa fjalë, po, për arsye se sot diturinë për edukatën, diturinë për teologjin, për fen, diturinë për ekonomi, sot i kemi shumë më kollaj ti nxëmë. Për arsye se teknologjia, rrjetet sociale, inteligjenca artificiale, ti arrin shumë shpejt për një informacion ta dish apo ta marrish. Por edukatën
edukatën pa pas një shembulltyr të gjallë, të prekshme. Jërnek nuk mund se edukata nuk është teori. Edukata më shumë se teori është praktik. Edhe unë nuk haroj asnjëherë prej mësimeve të hoxhës tim, të shtëpia e vet një ditë dashi të më mëson se kur të kërkon dikush një misafir, ti si fëmijë të shtëpia jote, t'ja mbushish një bardak me ujë, një gotë me ujë. Si do t'ja mbush? Dhe unë e di, hoxha e ka pas bibliotekën sa t'ishe në shtëpinë e tij në lagjen e Dyqanxhikut, në anën e majt o konë biblioteka, në anën e djathtë kemi pas një qeshme e vogël në avlinë e hoxhës. Edhe tha Evlat, ta merre bardakin, tha qit ma një bardak ujë. Mbush ma një bardak. Dhe unë shkova si fëmijë, dhe shlova qeshmën edhe bardakin kështu, bona krejt ujë, gishtat e mi rrithshin edhe mbi bardakin me ujë. Hoxha vetëm më kishte shkenuar, po skenuar prej anash edhe kur ja çova tha jo, unë këtë ujë nuk e pi. Thash, çka bone, thash ko mbush edhe një. 3 herë më ka kthye. Edhe tretën herë unë apet nuk e dita ku e boj gabimin, hoxha i ndershëm tha, jo tha edhe një herë Evlat, tha dikush ta mundet që do të çoje dyshim apo shibe se duart e tua janë të papastërta, ata rrjedhin pikat e ujit mbi bardak, po ti bardakin do ta marrësh me një dorë. Kjo dikujt sot shekulli 21 mund t'i duket shumë një gjë e thjeshtë, çka të pas ka mbet në hatër. Por mua ka qenë shkollë. Edhe tha e merr bardakun kështu, edhe e shlon me një në dorë qeshmën, edhe pastaj vetëm bardakun e mbush me ujë, e nxjerr dorën me bardakin prej qeshmës dhe pastaj pastaj e mbyll qeshmën edhe ja çon ujit. Kjo në fakultet nuk e di, a mësohet ajo. A më kupton ajo, pastaj vet kiafeti apo ai autoriteti, ai hejbeti i thënë në arabisht, ajo qenje e vetë hoxhës në veshjen e tij, në veshjen fetare që ne pra desha vetë ndalemi te Idris Efendiu, ndoshta ka qenë simbolika e fundit e syve të shoqërisë tonë që ka pa në përçarshit e Shkupit me veshjen e tij elegance, me kiafet, me Ahmedia apo Demi. Çalmën edhe gjybën e vet. Po, hoxha e kishte tradit çdo javë, domethënë 2-3 herë në javë, pas namazit të drekës apo pas namazit të iqindis, bojke nga një rreth në përçarshi, me shallë dhe me xhibe. Eleganca e tij ka qenë dëshmuar jo vetëm prej besimtarëve musliman, por edhe prej antarëve apo hidhtarëve të feneve tjera. Sot e kësaj ditë domethënë dash pas një pedantri. Po, patjetër ato ja kanë pranuar hoxhës, domethënë vetë elegancën, pamjen e tij të jashtme, sjelljen e tij, karakterin e tij të lartë, moralin, buzëqeshjen e tij. Edhe gjatë udhimit të tij apo rrethimit të çarshijës ka pas 2-3 dyqane ku hoxha i ka njoftur njerëzit edhe ata e kanë njoftur hoxhën, hoxha veç ish më i njohshëm, nuk kish nevojë për njoftësi, por unë u bësha merak, ato ulemi në një kafe. Hoxha nuk u hunshke në për kafe, por hoxha u ulke në për 2-3 dyqane të esnafave që ishin me renome dhe me molakë, po kristal, kështu, ata ulke vetëm një çaj e pinte, edhe vetë 2-3 fjalë të ëmbla, një këshill, një pyetje që mund t'ja parashtrin hoxhës dhe ecte hoxha dhe shkojke prap në xhami. Mirë po, hoxha u bë rahmetli 2005, Zoti e mëshiroft, në çarshinë e vjetër një muj ditë është fol nga hidhtarët e feve tjera se nuk mbet më hoxh në Shkup. Jo nga musliman. Për arsye se ata ishin të mësuar edhe policët e asaj kohë, në kohën e komunizmit, hoxhën unë e kam mbri, jam dëshmitar që e përshëndetshin. Hoxhën vetëm e vetëm nga respekti që u kishte thënë komandiri i stacionit policisë. Kohën e komunizmit ku hoxhallarët ishin të përsekutuar nën presion, që mos mësojnë në mektep, mos mësojnë fëmijë kështu me radhë, prap se prap respektin që e kish hoxha nuk e kish vetëm nga hidhtarët e besimit islam, por edhe prej ative të tjerëve. Kjo është madhështia kur njeriu, posaçërisht kleri apo lideri shpirtëror, fetari një populli, është i lidhur fort me burimin e fuqisë, me burimin e respektit që ta jep. Ajo është me dashurinë, po, me dashurinë ndaj Allahut xhaleshan, me sinqeritetin e tij. Dhe mos harroni, çarshia e Shkupit ka pas në kohët më të vjetra, unë e kumbri një çajtore apo një kafene, e cila ka qenë enkas
vetëm për klient apo mushterit që kanë ardhur xhallar dhe efendiler. Do njerëz të ngritur intelektual, esnaf, zengina, të cilët kanë qenë me të vërtet me sahat, me qistek që i themi ne, apo me fesin e tyre në atë kohë dhe kanë qenë njerëz të cilët kanë ditë edhe si të parashtrojnë pyetjen hoxhallarëve. Apo edhe çfarë shqetësime kanë, i kanë bërë bashkë në një vend, në një dyqan të çarshis, që sot për fat të keq ne hoxhallarët e rinë nuk mbledhemi askund në çarshi, po dhe ne jemi larguar, jemi larguar nga çarshia. A çarshia është zemra e qytetit, është zemra e cila duhet të paqetër. Këtë historia jonë është e rishkruar në këto kaldërma të vjetra të këtij Shkupi madhështor që ka kaluar shumë efendiler, shumë esnafa, shumë njerëz me gjurmë, me basamatet e tyre që kanë lënë sot e kësaj ditë në për rrugicat e çarshisë së Shkupit, dhe çarshia është nuk do ment është pasqyre e jonë, është pasqyre e qytetit. Është shumë kollaj dhe shumë lehtë të bëhesh musliman dhe besimtar i mirë i devotshëm në xhami, në saf apo në xhamat kur lidhesh pas hoxhës. Por është më e rëndësishme dhe më e vlefshme te Zoti në safat e çarshis të jesh i devotshëm, në safat e çarshis të jesh i ndershëm, të jesh i respektuar, të respektosh edhe të respektosh. Sigurisht edhe të jesh pasqyr, se besimtari musliman është pasqyr për vllaun e vet besimtar. Është edhe hadithi pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhash Zoti që mos ta humbim këtë atmosferë apo këtë mirësi që Zoti është nga mirësitë e Zotit që ne të kemi një vend të tillë i cili është i gërshetuar edhe në aspektin tregtar, ekonomik, se edhe ekonomia është halal në Islam, po edhe aspektin e edukimit, edhe aspektin e shoqërimit, edhe aspektin e forcës, fuqisë njëri me tjetrin, bashkimit, unitetit, qese vatër e unitetit tonë, inshallah, çarshia e Shkupit. Inshallah, po. Sinqerisht të bukura këta të cilët i përcollët Hoxha Efendi, unë do kisha pasur shumë dëshirë që të na përcjellni edhe për neve, si hoxhallar të ri, po edhe për shikuesit dhe ndëgjuesit, të na përcjellni disa prej mesazheve të efendilerëve të mëhershëm, ose më saktësisht po ndalem më drejt për drejt e Idris Efendiu, duke pas parasysh se keni qenë në njëjtën kohë edhe shërptori i Efendiut në shtëpinë e tij me plot krenari që e shpreh edhe besoj se edhe e mbani. Disa prej orientimeve, prej debiateve, prej mirësive të cilët u ka përcoll Hoxha, që në njëjtën kohë t'ja përcjellë edhe vazhdimsi të mirave dhe mesazheve të arta të cilët ai ka përcjellë. Patjetër, prej dijeve të shumta që Hoxha i ka pas të zanura apo të theksuar në jetën e tij pa aspektin e gjuhës arabe, që ka qenë profesionalist, domethënë gjuhën arabe, pa shkuar asnjë ditë në një kurs të arabishtës në tokat arabe, dhe është mësuar ajo gjuha arabe në mënyrën klasike prej hoxhallarëve rahmetlive të vjetër të Shkupit, po medresja Medda e Atullah Efendiut. Hoxha Idris Efendiu ka qenë, sipas tregimit të tij, ka qenë gjenerata e tretë dhe e fundit para mbylljes së medreses Medda, ka qenë talebja i fundit i gjeneratës së tretë të Atullah Efendiu, dhe ka pas edhe një specifik tjetër, krahas njohjes shumë të thellë të gramatikës apo gjuhës arabe, ka pas edhe këtë, sigurisht e keni pa edhe në për letra apo në për shënimet që i majke Hoxha çdo herë gjatë leximit. Këtë ka pas një traditë shumë të madhe. Domethënë, çdo herë kur lexojke prej librave me mia të shumta në bibliotekën e vet, edhe në për dhomat tjera ku Hoxha i kishte të shtëpisë së vet, edhe në për tavanët, edhe tavanët ishin të mbushura me libra, Hoxha ka pas edhe bukur shkrimi, kaligrafi. Ajo është një dhunti nga Zoti dhe ka qenë edhe shkrimet e tija kur i shifshin edhe hoxhallarët nga tokat arabe, u mahnitshin se shumë shkrimin nga bukur shkrimi. Po krahas kësaj edhe njohurive të tefsirit, komentimit të Kuranit, hadithit, Hoxha gjatë tërë veprimtarisë së vet, me trupin e tij fizik, po edhe me dijen e tij, më shumë ti akcent, theks të veçantë, jepte aspektit të moralit, temave të akhlakut. Se si njeriu ta mbron njerëzillëkun e vet. Se fundit ai na thoshte Islami ka ardhur, feja islame ka zbrit apo shpallja kuranore ka ardhur, që njeriu t'ja mbron, ta ruan njerëzillëkun e vet që Allahu e ka krijuar në një njerëzillëk të pastër.
fitretullah, do të thonë një natyrë e pastër. Pra arsye në çdo mexhlis, qoftë ngushëllime, qoftë në gëzime, në dasëm, dhe munasebete tjera, i jep ke rëndësi më shumti dhe ka vdekur dhe ka shkuar, duke kërkuar në atë kohë që të bëhet edukator në tash më kujtuar në medresen Isabeu. Medresa Isabeu është hapur në vitin 1984 dhe kërkoi prej institucionit të atëhershëm, por i shkreti për arsye se s'kishte diploma. Sa i kishte mësuar domethënë nëpërmes mënyrës së ixhazetit, pa këto diplomat e sodit që i kemi se njeriu me 4 vjet bëhet hoxh, me 4 vjet tregon derse dhe kështu me radhë. Për atë arsye nuk kërkoj ka asgjë prej atëherë Bashkisë Islame, vetëm dua që të bëhem edukator i fëmijëve apo i nxënësve të medresesë. Të jem të jem i gjallë me ata, i prekshëm me ata, vetëm në aspektin e edukimit, vetëm në aspektin e moralit. Normalisht në atë kohë nuk kish mundësi në 84 të punësohet hoxha në medrese dhe me atë ashk shkoj edhe prej kësaj bote, ndërsa në muajt e fundit të jetës së vet, pasi që edhe kjo më kujtua se ka shumë frekvenca që duhet t'i përkujtojmë, por i kemi haruar edhe ne, por këto nuk haron në mektebin e xhamisë së Mustafa Pashës, ku edhe shërbej sot e kësaj ditë, hoxha i nderuar me neve hoxhallarëve të ri, po ka pas edhe do pak më të moshuar, pa të filluar një varg të edicioneve apo derseve për akhlak në mektepin e xhamisë së Mustafa Pashës edhe atë njerë në javë. Dhe më thonë, jo vetëm me avam, apo me njerëz të thjesht të rëndom, por me neve hoxhallarëve që sa patëm kryer, dhe më thonë, patëm diplomuar nga shkolla edhe kështu me radhë, dhe prej mesazheve të hoxhës për hoxhallarët e ri, që edhe mua më pat thanë, prej natën e parë që shkova t'i them të marrë halallëkun që të shkoj në medrese, më tha e vlat, si hoxh i ardhshëm, asnjëherë para syve të tu, mos i haro në drejtimin tanë drejt, mihrabin, në anën tanë të djathtë, domethënë mimberin e xhumas, dhe në anën tanë dhe të majt, mos e haro qursi. Këto t'i kesh si një imagjinat apo si një fotografi e cila do të të ndjek tërë jetën. Që mos haro se ti je hoxh. Çka do banu? Akademik banu, doktor i shkencave banu, magjistër banu, ti je hoxh. Titulli hoxh ka qenë shumë titull krenarie, titull me vlerë që po frigohem se ne hoxhallarët e ri mos ja kemi humbur pakat fuqinë kësaj, këtij termi, këtij titulli të shenjtë fundit, edhe me veshjen tonë, po edhe me edukatën tonë, edhe me sjelljet tona, por nuk haroj dhe çdo herë më thojke asnjëherë mos haro, sa më shumë mbylli syt, ama hapi vesht. Do me thonë, sa më shumë anashkaloj gabimet e njerëzive, që njerëzive vubin në sy sot, do me thonë, turpet e tyre, kështu me radhë, por hapi vesht në ndëgjohet gjëra të mira. Vetëm që të shpëtosh edhe trurin tanë, edhe mendjen tënde, por edhe shpirtin tanë, si hoxh, që ti të jesh i edukuar më shumti. Sa ai cili nuk është i edukuar vetë, si do të edukon të tjerët. Për të arsye, dhash Zoti që hoxhallarët të jemi pishtar të edukimit, të dijes dhe të sjelljeve të larta njerëzore para se gjithash, se vlerat njerëzore kanë ardhur para se me ardhur vlerat fetare në Islam. Se pejgamberi a.s. 40 vjet ishte insan, kishte vlera njerëzore, është ti ndihmosh jetimit, ti ndihmosh grave vejane, ti ndihmosh nevojtarve. Pejgamberi Hazreti Hatixha i tha, kur ai u frik prej rastit të parë, domethënë kur i erdhi Xhibrili a.s. tha ti Zoti nuk të humb. Ti ke vlera të larta njerëzore, ti ndihmon të pamundurit, të dobtit, je në krahun e të dobtëve, ative që është bë padrejtësi, ti Zoti nuk të humb.
dhe Zoti nuk e humbi Muhammedin alayhis salam, inshallah nuk na humbe edhe neve. Amin. Bo që u zgjata pak më. Jo, faleminderit, kënaqësi, vetëm se i dhat kuptim inshallah. Edhe më të bukur bashkëbisedës. Eyvallah. Unë uroj që edhe për neve që ishim pjesë e bashkëbisedës, po edhe për ndëgjuesit dhe shikuesit, këta vlera të bukura edhe të larta, të përcillen vazhdimisht të regjistrohen, po edhe të implementohen tek ne. Inshallah. Zatën fuqishëm besoj se vetëm këta vlerat e larta morale edhe njerëzore të cilët i kanë pasur këta njerëz, për hir të këtyre vlerave ata kanë gëzuar titullin efendi dhe kanë gëzuar titullin esnaf, el emin, besnik, edhe të drejtë edhe të sinqert. Dhe Zoti që vazhdimisht rrugtojmë me dritën e sinqeritetit, mirësisë, efendillukut edhe mirësisë. Shpirtërisht falenderoj nga zemra, në emrin tim, në emrin e kolegëve tonë, në emrin e gjithë ndëgjuesve, ishte kënaqësi. Bashkë me ne ishte Hoxh Efendiu Abdusamet Efendi Zeqiri, një hoxh që për mua është mësuesi im edhe yrneku i të mirës edhe efendillukut në vendin tonë ku jetojmë, me lutjet përbashkëta që ashtu sikur se jemi të bashkuar në këtë botë, Zoti mos na ndaftë edhe në ahiretin e përhershëm. Shpresojmë që në emisionet e tjera me tema të ndryshme edhe të bukura për ju, për ne dhe për gjithë shoqërinë. Faleminderit gjithë. Faleminderit.